Ndëruar xhamatli, jemi me hadithin e gjatë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, hadithi i Jibrailit, hadithi të cilën dietarët e klasifikuan si themeli i fesë Allahu subhanahu wa taala. Dietarët e muslimanëve në komentin e këtij hadithi thanë se feja Allahu xhelle xhelalu ka shumë detale, ka shumë imësira, ka shumë gjëra të cilat s'kan mundësi tërësia dhe pjesa dërmuese e njerëzve që ti kapin ato. Andaj lehtësim për njerëzit, lehtësim për muslimanët. Allahu xhelle xhelaluhu kërkoi nga njerëzit që ato të punojnë me një grumbull të pak të veprave. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu e çoi Jibrailin alayhi salatu vesselam që t'ia mëson pejgamberit ton alayhi salatu vesselam dhe t'u mëson nëpërmjet tij të tjerëve disa prej bazave të cilat njeriu shpoton me to te Allahu te bareke ve teala. Andaj dietarët thanë se ky hadith argumenton se kush kapet për atë që ka ardhur në këtë hadith shpoton te Allahu te bareke ve teala, edhe nëse ka mundësi me ra në një detaj prej detaleve të gabuara. Imani në Allahun xhelle xhelaluhu është pjesa e radhës e hadithit. Pasi foli pejgamberi sa për Islamin, i tha Jibraili fa akhbirni anil iman. E tash o Muhammed ka dhënë për imanin. E imanin Allahun është çështje e madhe. Imanin Zotin, besimin Allahun xhelle xhelalu është baza e bazave. Për këta jemi krijuar. Për këta kemi ardhur në këtë dunja. A mund ta paramendоsh një sen? A ka më të madhe se sa qëllimi për të cilin ti je në atë vend? Çdo sen kur e lën vendin e vet, edhe e ke lënë për punën që e ke lënë, ajo e merr hijeshin, e merr bukurinë, e merë sërzitetin nëse në vendin e vetë. Apo nëse na e shohim në njëri të munu me ecë me dur, i thojna gabim, këta u drejt. Sa Allah i ka vënu kam për toke, e i ka vënu dur për sejnë e tjera. Se qëllimi me kam është me ecë. Apo gjdo sen rrotulloj e kështu. Nëse një njëri nuk e she në nështrua ndaj Allahut, i bindur ndaj Zotit, tu e kërkur i zalloku në Allahut, i ngjan këti njëri cili munot me ecë me dur, ama lodhët be, prap qohet, prap bje, dhe deri sa të shkatrohet. Andaj Allahu xhelala e pruni në surën El Mulk këtë shembull. Tha është i barabartë ai i cili e adhuron Allahun drejt, don kratësinë e Zotit, si një njeri i cili mundohet me ec zhagza me dura, hecet me dur, nuk hecet me dur. Sa Allahu ka dhënë kam. Edhe formati i kamës është qëllimi i jot për menet në kam. E kështu ka dhe disa gjëra të cilat ne duhet t'i realizojmë jetën e kësaj bote. Prej bazave që kemi ardhur në këtë dunja është me njoh Zotin, me lyp Allahun, me dash Allahun subhanahu wa taala me komplet zemrën tënde, me ia dorëzu veten Allahu te bareke ve komplet, sikur që ja dorëzojna shpesh herë gabimisht shumë gjërave tjera. Sa shpesh ja dorëzojna veten punës, ja dorëzojna parës, ja dorëzojna shtëpisë, ja dorëzojna tullës, ja dorëzojna grujës, ja dorëzojna muzikës, ja dorëzojna seneve palide, komplet i dorëzohesh të ajo punë. Para menon një njeri cili u ka dorëzu Zotit, s'do kur gjo përveç Allahut. Sa e do Allahu ke. Apo, andaj tha Ibn Qayyim el-Jauziyje, mu s'po më ven interesant që një rob me dash Zotin, se nuk ka çudi fukaraja me dash zenginin. Nuk ka çudi një fukara si na rob me dash Zotin. Tha po çudia për munal shumë gatë është qish po daj tije, qish po daj ti kur ti kur gjas kije. Nuk ka fukaraja i lakmot zenginit, ama kur ta shifsh një zengin ti lakmu një fukarajës, kur i thot një zengin një fukaras hajde pina kafe, ta di se aj ka pa diçka të aj, ta i fukaraja. E Allahu xhelala kur e do një rob, çka ka mujt me pa të aj? Aj ka kriju, durët aj ti ka dhan, ftyrën aj ta ka dhan, hijeshin aj ta ka dhan, parët ti ka dhan aj. Andaj tha pejgamberi sa Allahu nuk ja u kshir të punë, sa ja u ka dhënë. E çka e do Allahu te robi në nshtrimin. Kur ti o thua Zot që keti lash për tyje, Allahu krenohet para melaçeve. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, krenohet Allahu ditën e Arafatit. Allahu na mundsof me bëj haxhi rabbel alamin. Tha ditën e Arafatit Allahu i thot melaçeve, këshire, këtë dunjajën e kanë lanë, i kanë qu dur të une. Ato i kanë 100.000 epshe, 100.000 kanë me 100.000 teka. E kur e she, tha pejgamberi sa Allahu ngjajshëm
një djalë të ri, i cili ka plot energji epshi, i ka nal ketë për hir të Zotit. Tha pejgamberi sa Allahu kesh me këtë ri. Nuk kesh pse shkon në koncert atje shashtrisës, si mu kon jo normal. Si mos me pas jetë si je njeri. Apo ai kinon atje, merr parë e i devion turmat e muslimanëve. Nuk ka kjo interesant. Nuk ka interesant me vajtu ati kot te kot me tranuni dunja. Ama interesant to, ti plot epsh mu kanë, e ma jo, haramin se du. Jo se këshiri atë gruje sa haram. A disa interesanta që kjo? Qas interesant sa që Allah o thot, këshire, i thot me lashe, këshire. Ju s'kini epsh, ki ka epsh. A disa tërheqe ka, ki ka qajo qika, ma sa të këshirë. Allah o qeshët me këtë njeri. Kjo punë e madhe. E këta së mundën me mri pos kush, a i cili ju ka dërzu Allah u gjeli gjelalu. Ja ka dërzu zemrën. E kjo zbanat pa iman, zbanat pa akiret. Andaj pjesa me madhe dhe aj ka e fejes është me e fut imanin zemër. Andaj tha Sheikhul Islamu Tejmi rahmetullahi alej, në një studim të cilën e ka bëhe special në një mesele. Qfar tha? Kam medituar gjatë në Kur'an, pite fillimi dërmbarim, disa herë. Dhe hadithve për nësam ju kam shku pin fillim dërmbarim, disa herë. Tho dhe nuk kum gjetë, ma e men këta, futën kokë. Dhe nuk kum gjetë se Allahu ja ka premtu gjennetin muslimanve. As një ajet. Nale një hafëz në i dos nëse e ki, thuj qëtë ma një ajet ku Allahu thot gjennetja për musliman. Ka garantu Sheikhul Islam Ibn Taymija s'ka. As hadith s'ka gjennet për muslimanin. E ka thonë, ka dale para se mu qudit të kalzoj. Se njojnë thot, po nëse sa për musliman, për kana. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahun kita ajetët shka gjennetin ja ka premtu e njerëzve, ja u ka premtu me iman, jo me islam. Ka thonë argument janë vetë ajetët që se egzistojnë. Edhe e dyta, ka thonë me pas thonë Allahu në gjennet hinë musliman, kish hinë edhe munafiki. Sa i muslimanë. Ibni Seluli ka artë e penga mesam ka thonë, unë e dëshmoj la ila Allah, Muhammed Resulullah, fala që ishtu ishti. Allahu ka zbita jetë që kinë në gjennem i pari. Të shabu ba, ki veç deklarativisht, s'ka iman zemër. Andaj çështja e imanit është e madhe. Pa iman si në xhenet. E sa do të më kushtu rëndësi këtij imani, këtë jetën tënde. Këtë për shkak e artin këtë dunja që kjo punë. Sigur që me shkuti me një punë. Edhe mos me bë punën tënde. Apo çka thonë njerëzit? E thonë shumë i mirë kanë, por çka ke ardhur se të e bëhe. Ti në dunja mundesh me punu mu lodh shumë. Me jau siguru edhe që shtoj njerëzit edhe nipave. Ama kot të Allah thot, po, për qatë qka të qovave së se bane. Atë për të cilën të kryova nuk e bane. Qka se ju dhave? Shkon gjungull qire që shajnë pa punue. Tigra e, luana e drena e plot prej hajvanatit Allah. Haj, një që pa punu, haj e rri. Pse? Allah të ka dhon men. Pse të ka dhon këtë mene? Andaj sot studiusi që kanë dhon? Kanë dhon njeri, sa i duhet për me jetu e fizikisht? Sa i duhet? Ma pak se 5% e menës. Për me me gjallë, a disa duhet ma pak se 5%. Pastaj kanë diskutu sa, 1%, 2%, derin 5%. Derin 5% të menës që ta ka falë Allahi, duhet për me gjallë fizikisht. Pse? Kanë dhanë veç duhet sa mës me shti drunin me hangër, që me shti bukën, mës me shti dorën zarë. Ka thonë këta e kafshë me nivel që ka 2-3% inteligencë. Kanë dhanë po insane interesant, se dhe 95% që ka i duhet. E qaj 95%, pse ti shumë manëvron, pse ti shumë ban operacionën krije. Sa Allah ka thonë kada se ty të kam bo hasë për diçka tjetër. Sa për me hangur një kumë, nanë hajvanin, hajnë ato, me pa mene. E ty pse ta ka thonë menën? Njëni thot me fitu të pare ma shumë. O, jo, insan, jo me fitu pare ma shumë. A i di sa ha një balen, hin lezo sa ha një balen. Një balen, vetë. Hin lezo sa ha një tigër, në ditë. Ti ato të tanë jetën se ki hanga të misha, o burë. Kur si ki hanga të misha, i ha tigri të nejtë, i vjen ka prollit qatit, te koma. Allahu ta fali menën për qfarë? Me mërit e Zoti. Me mërit e Allahu, gjelle gjelalu. Andaj imanin Allahu në qështja ma serioze që ka arë në Kur'an dhe hadithin e pengamerit alayhi salatu vesselam. Andaj tha alayhi salatu vesselam, nuk hin gjennet post i shpirt, mu'mine, besimtar. Së musliman jo, musliman pi për jashtë. Ama pa hi imanin zemër,
E çka është imani në Allahun xhelel xhelalu? Ta pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ti besosh Allahut, 1. Ti besosh melaqeve, 2. Ti besosh librave, 3. Ti besosh pejgamberëve, 4. Ti besosh ditës kiametit, ahiretit, 5. Dhe ti besosh kaderit, 6. Këto 5 do t'i shohim. Jemi tash te e para. Ti besosh Allahut. 4 shtylla i ka besimi në Zot. E para, me besu se Zoti ekziston. Ekziston xhelel xhelalu. Ekzistenca e ti, a më e qartë se ekzistenca jonë. Me të ardhi një njeri të shtëpia, edhe me thonë dil pi shtëpie se ke shtëpie ka ndrejshone. Çe i thua? Apo njëri thu, ndoshta ka livrit, po shko. Çe insiston ai? Çe insiston atëra ka procedura tjera për mi kallzu se kjo shtëpia e jemi, apo? E na vinën këtë univers, e thojna na vet këtu. Vet? Ku ka diçka në vet këtë dunjë? Kur gjë s'ka vet? Pse s'po bëhesh milioner vet? Pse s'po bëhesh më i pasur i botës vet? S'ka kur gjë vet. Këtë është me sebeb. E që kjo anë këtë dunjë dikush ka shkaktu sebeb. Kush është shkaktari? Rabbul Alamin, Zoti i botrave. Shtylla e parë është besimi në ekzistencën. E dyta është shtylla e të besuarit se Zoti është kujdestari i kësaj bote. Ai e ruan ekzistencën. Ai e ruan botën. Se ruajna na, subhanahu wa taala, me kudretin pa kufizueshëm të atina. E treta prej shtyllave në Allahun, cila është mi besue emrat dhe atributet, cilësitë e Zotit. Allahu ka cilësi. Për shembull, Allahu fol. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah i ka fol Musait, Allah i ka fol Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka fol Ibrahimit, Allahu ka zbrit Kur'an, ka fol Allahu. Pika mësojnë se Zoti fol nëpërmjet shpalljes, ka se dina me mene. Ekzistencën e dina me mene. Se Zoti o një e dina me mene. A që Allahu ka cilësi nuk e dina me mene. Që Allahu e fal gjunajnë, ka mësu Kur'ani. Që Allahu na furnizon neve në detalin më të skajshëm, e dina përmet Kur'anit. Që Allahu e ka cilësin e butësijës, na ka mësu Kur'ani. E du të mi besu këtë cilësi kur ti mësojsh në Kur'an. Edhe e fundit prej shtyllave, 4 prej shtyllave, në shtyllën e Allahut dhe imanit në Allahut është besimi dhe bindja se askush përveç kësaj qenje, Allahu xhelle xhelalu, nuk meriton adhurim. Ai ekziston, ai na ka punë ekzistencë, ai ka cilësit, edhe më e larta cila është mirasejtë, mi ba adhurim. Andaj Allahu çdo pejgamber që e ka dërguar te populli vet, senin e parë që e ka thënë: "O abudullah", adhuroni Allahun. Ju dini sa ekziston? Ajo i madh. Dhe ja ka mësuar cilësit, atëra adhuron Allahun xhelel xhelalu. Andaj në këtë dunjë kemi ardhur për iman. Kemi ardhur me u bind Allahut. Kemi ardhur me mush zemrat tona me bindje se Allahu na ka krijuar dhe se ne jemi në harmoni me dëshirat e Tina. Që jemi në harmoni me dëshirat universale, duhet bindemi me dëshirat sheriatike të Allahut te bareke ve teala. Çdo njëna prej këtyre 4 shtyllave ka detalet e veta, do të shtina për ligjëratat e ardhshme. Elush me Allahun te bareke ve teala, që Allahu t'i mbush zemrat tona iman Allahun xhelel xhelal.